Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka hedhur akuzën ndaj qeverisë së Edi Ramës, duke thënë se nuk po bëjnë asgjë për rritjen e çmimit të naftës në vend, e ndikuar kjo nga tensionet në lindjen e mesme. Gjatë fjalës së tij në foltoren e PD-s, të zhvilluar pasditen e çdo të hëne para kryeministrisë, kryedemokrati tha se Shqipëria operon barrën fiskale më të lartë në tregun e hidrokarbureve, gjë që tregon se fitimet më të mëdha i merr shteti dhe jo biznesi. Këto kohë, nafta nga bordi i tij ka rrit nivelet më të larta në botë, 220 lekë. 2200 lekë. Mashtrusi deklaron se po rrit mbi këtë nivel do të ul me 8 lekë aksizën. Mirë, që s'është asgjë. Po problemi është se gjë në këtë nivel rritja e TVSH-s është mbi 8 lekë. Dhe s'kthen asnjë qindar. Problemi është se ky njeri ka vendosur mbi litrën e naftës barrën fiskale më të lartë në botë. Kush të doj të kontrolloj në Google, të shoh vendi me barrën fiskale mbi naftën më të lartë në Europë. Shqipëria del. Gjithashtu, Berisha bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në kryengritjen paqësore të 17 prillit me qëllimin për të larguar nga pushteti kryeministrin Edi Rama dhe kabinetin e tij qeveritar.